Temperaturat e larta të gushtit kanë shpërndar deputetët e parlamentit në 4 anët e Shqipërisë për të pushuar para tensioneve të mëdha të sezonit të ri. Teksa mazhoranca bëhet gati për formate të reja qeverisëse e sfidën me protestën në bulevard, në krahun tjetër nuk e kanë gjetur ende vendin që u takon në përballje me protestuesit dhe bërjen vend të emrave të rinj të vjetër të zgjedhur nga organet e partisë në postet e reja. Por njëri ndër ta nuk po ndjek rrymën. Ai ende të fshatrave e institucioneve për të dërguar mesazhe sa ndaj ministrit të infrastrukturës e sa ndaj bizneseve që përfitojnë në kurrizë të qytetarit. Ai është Sajmir Korreshi që më bashkohet online në këtë momente. Zoti Korreshi, kënaqësi që ju kam sonte këtu në këtë program të PIK. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi është e ime. Pse zgjodhët të mos pushonit sikurse bëjnë të gjithë kolegët tuaj? Por unë çdo ditë ju shoh terreneve për të denoncuar kushtet e vështira në të cilat ndodhet vendi dhe për të dërguar mesazhe kryesisht ndaj një emri të caktuar, të përveçëm, Karakaçi thoni ju. Shiko, në qoftë sinqerisht që patjetër që Karakaçit duhet ta përmend sepse ne vazhdoj ta përmend gjatë kohës që shoku Karakaç më bënte replik mua në parlament dhe më thoshte që ka investimet në energjetik sepse ka vite dhe se do shëja e kam pas dhe delegum këtu në Lushje, por tani është dhe ministri energjetikës dhe tha që ti s'ke qenë në një terren, tha mua dhe se ke parë gjendjen. Unë shtoj në ndiqni shumë shpejt me ca video kështu të jashtëzakonshme të tregoj Karakaçit se si telat mbahen me tulla, se si apo siç kanë nxjerr pjesët e tjera të kabinave elektrike që janë jo jashtë standardit. Flasim për standarde, ku flasim për botë të tretë. Standardi në Shqipëri është mirazh tashmë, që rrugët që ai sot profesion apo investimet që kanë në elektrifikim, dhe quhem se vetëm energji elektrike nuk është jo, dhe fshatrat e Lushnjës për fatin e keq të tyre dhe për hapën që i bie kokës Karakaçit, me të thënë drejtën, rri nga gjysmë dite apo dhe net të tëra pa dritë. Ankohen se sa bie një vetësi për fat të infrastrukturës të degraduar, që kanë do t'ja përcjell, sot kam qenë me të thënë drejtën, me një fshat, jo fshat, por kuptoj plot njësi administrative Morrit, dhe do t'rregoj se do në ditën vijim do dalin ca pamje që, do thënë, nuk ka mundësi, nuk bën vaki që të jenë një sistem elektrik i tillë, shtylla që janë në lartësinë e personit, me korrent të lartë, tension të lartë, gabina nuk e di me fik që janë gjithë rrethuar nga fiku nga shkurrët për pa dyer në kushte mizerabël, po dhe tela që mbahen nga tulla, apo telat futura brenda po të shikoj s'ke edhe lagjet që ati në lokali, këshin për një zorë ujë, ne këshin kap me teja që mos bashkohet me njëra tjetër, pra që mos të digjesh njësi që të poshtoj lokali, me thënë do shikoni llaftëri dhe po nuk më zë do të pushime me të drejtën para këtyre gjërave, ku njerëzit më marrin telefon, duke qenë se gjatë gjithë se kohë kam bërë denoncime nga më ndryshme të hallit sikletat ato përditshmërisht për cilë paguaj taks zhvilimi, taks pastrimi, taks ndërtimi dhe nuk i përkthehet në asgjë. Duke qenë se kam parë që unë i denoncoj këto fakte dhe këtë dëshirojnë që të jemë, sidomos dhe kur kthehen emigrantët në një lloj impakti ose empatie të cilën më shkruajnë pafund për të qenë pjesë e zonave të tyre. Kështu që unë kam preferuar që fëmijët të çojnë me gjysmë ditë ose me 2 ose 3 ditë maksimum. Dhe pjesën tjetër për mos të larguar nga terreni, nga ajo që ka ndodhur në përditshmëri. Qofse njerëzit sot janë sheshja mbulestar. Unë nuk mundet të rri me ta marr shturë buzë të drejtën, edhe pse qefi ma ka për të qenë sinqert, por duhet dhe pak nuk ka munguar dhe nuk mungoj. Do të jem përsëri në protestën e plakës. Ata njerëz kanë nevojë dhe për në politikës që kemi po zoti Korreshi, para se të ndalemi të protesta, unë nuk dua të shkëputem nga përballja juaj me mazhorancën. Në fakt, gjithçka, ky aktiviteti juaj i shtuar nisi pas një fjalimi që ju mbajtët nga vendi juaj në
kuvenda, aty ku çdo kush ndoshta do duhet të fliste më shumë, teksa ju referuat në emër e mbi emër ministres së shëndetësisë për gjendjen e mjeruar ku ndodhet sistemi shëndetësor. A ishte kjo që zgjoi tek ju anën e ndjeshme të Sajmir Korreshit, apo aty zbuluat se ju keni përkrahjen e qytetarëve, të paktën ata që nëpërmjet shpërndarjeve online ju bën lajmin e ditës për një javë rresht? Me të thënë drejtë, ajo ka qenë nga fjalimet, me të thënë drejtë që edhe unë nuk e kuptova se ç'a do të dilte, një fjalim i pamenduar, i dal nga shpirti, me të thënë drejtë, sepse pata një humbje njeriu, pata më tepër shok se sa të afërm, po kur ndonjëherë, me thënë edhe miqësia dhe krushia të bën ndonjëherë më shumë se sa një vëlla. Dhe të drejtën akoma kam e shpengje se situatën, do nxorja të fjalim kur një ministër në vend se dulte kokën përbalë realitetit të degeneruar që ndodhet spitale Lushnjës dhe mjekësia shqiptare për të drejtën, që ndodhen në ambulancat, qendrat mjekësore apo spitalore në shumë rajone apo komuna apo fshatra që janë mizerabël, të them drejtën, vazhdonte me retorikën dhe me propagandën e saj që asgjë s'mungon në shtet, ndërkohë që njerëzit detyrohen ndonjëherë doktorët të blenë si ka ndodhur se radhë për urgjencën e Lushnjës në këtë momente, sepse nuk ka. Dhe kjo është çmenduria. Shteti nuk ka nëpërmjet tenderave të tij absurd, po që mëse mund të ankimohen, detirohet të zgjasë kohën, por smundja nuk pret, jeta nuk pret, vdekja nuk pret. Kështu që në këto kushte, duke parë që spitali Lushnjës, ashtu si ka ndalë para ca ditësh dhe për dializën apo ashtu si protestua realisht spitalin e Lushnjës, një protestë ndjerë qytetarë të Lushnjës, po dhe të tjerë që si prezent, ne kanë siklet më të madh të spitalit, kërkon të bërë Ernal, dhe Ernal i kthehet në më shumë investime në infrastrukturë dhe në makinerinë pajisje, në medikamente dhe investime tjera pra operacione në mënyra të ekzaminimi apo trajtimi me operacione ndryshme që nuk i fanë sot nga spitali Lushnjës dhe të njerëzit duhet bëjnë kilometra ose në Fier ose në Tiranë për të marrë ndihmë. Pra një qytetar që nuk ka një makinë, ka një mjet, siç janë ata 70 e kushtruar pacientë dializës të Lushnjës të gjatë, detyrohen të paguajnë edhe 15 lekë marketare në ditët e punës, të afërmit i presën e 6 shtator marrin bën dializën tek private, ndërkohë që ka pafund ambienti spitali Lushnjës dhe ai privat për 7 veta duhet krijonte të kushte me 3 infermier të tij që të ofronte shërbim në qytet, sepse shteti rimburson atyre në 13 vjetra dhe ata ikin gati 15 deri në 16 herë në muaj për shërbimin e dializës. Kështu që me 30.000 lekë të shkosh në Fier, do të nuk të dalë as për 2 vjet të parë. Kjo është çmenduria. Fatikisht më zgjoj me të thënë drejtën, mish kam dalë nga Karakaçi, prandaj dhe Karakaçi ka qenë i pari që më bëri një ose doli që më replikoi, do të thënë që s'kam qenë në terren. Dhe unë fillova në zonën ku Karakaçi gjatë zgjedhjeve të fundit, po të 2020 zgjedhjet e fundit elektorale të parë vitit 2025-s, ka qenë delegum Lushnjë, sepse e kam pasur përballë me gjithë makinerinë e tij, me hajdutën, me drejtora, me treqe, me birë që kishte nga Tirana, e gjithë punësimet që bënte ai në OSHE, si në kontratat e tjera më radh, në gjithë zonën, po shikoni po të marrësh gjithë zonën, krefës zonën dhe punësimet e reja ka bërë gjithë zonën që ka qenë delegum që nga pushimi, nga kthesa të qermë ose të qermës quhet. E disa dhe nisa atje ku unë i jam mirë se sa i situata reale, situata sepse një si shkel gjithmonë, jetoj këtu me Lushnjë dhe jo vetëm për zgjedhjen, jetoj në Lushnjë, kështu që njoh kaq mirë dhe nisa nga duke parë që pati një reagim të jashtëzakonshëm nga njerëzit, pra njerëzit kërkonin përveç retorikës tonë, e sjell në origjinalitet për hallet që kishim me thënë drejtën, por do i pëlqenin shumë videot krudo, pra ato që shkelin për ditë njerëzit preferonin që dikush t'ia transmetonte dhe pushtetarëve përveç se nga folklori i kuvendit, dhe krudo nëpërmjet imazheve se ndodhet situata, dhe me thënë drejtën kanë ngjitur sepse nuk preferohen më sofistikimet apo imazhet e bukura, po mjafton me celular në dorë dhe me çunat e forumit, asgjë më tepër s'kemi bërë përveç se kemi sjellë realitetin ku qyteti Lushnjës. Pra unë kam sot që flasim material për vitri,
që s'm del koha për shkak të mbi vendosis që bëhen fjalë, sepse kam kaq shumë material dhe kaq shumë gjëra dhe kam shumë njerëz që më çojnë informacion edhe që presin të shkojnë në fshatrat e tyre ku me thënë drejtën vënë për rrugë kryesore, jo për rrugë lagjes që është dali me çizme, po të paktën për rrugë kryesore që aty në rrugë në asfalt të lënë çizme pastaj të veshin kuc për të zbritur qytet. Kjo është drama që kuptoj, drama që kanë gjithë qytetarët e mi me të drejtë majtë dhe djallë, pavarësisht se nuk ka pyetëm ndonjëherë me të drejtën kur gjen në një ultra majtist që e shqetëson fakti që nuk e du rrugën thonë. Vetëm pa ideja mos nuk e du rrugën. Pra preferohet të jetë palta deri në gjuhë që mos e thuash. Dhe sot diku më ndodhi një çudi në Bushk. Në një fshat kur ishin koshte e plera ishin stërmbushur dhe ishin në pamje që unë kam transmetuar. Brenda një makine kisha ardhur nga jashtë dhe më thoshte të ndjek edhe po më bënte lojë dhe pjesën e ime për punën e tjerë me radhë, atë që realisht nuk bëj si që ka funksionale, ose pak në shuaj konsideroj unë, dhe jam ose la, s'kemi nevojë për këto se ka atje ishte ultra majt. Megjithatë, zoti Korreshi, në këtë aktivitetin tuaj online, a përveç se ka zgjuar interes të madh tek ata që ju ndjekin, a ka pasur reagim nga institucionet? A e kanë vënë dorën në zemër, sikur se thuhet në lushnjë, për të përpjekur të rregullojnë disa gjëra? Ndoshta pjesërisht me këto gjëra që mund të bëhen brenda ditës për të prejnë pastaj kanales, ne pastim proj ose ku duhet mundojnë ato që hajdutërinë e tyre makutërinë për të vjedhur për të pastruar diçka, kurse pjesa e madhe për sa i përket spitalit nuk s'ka asnjë ndryshimi. Të gjendjes është vetëm ajo që kam përtitur prej 5 vite që nga fjalimi i parë, para 5 vitesh e kam përmendur për min që kalon në spitalin e Lushnjës, por detyronin që të kuptonin njerëz realitetin dhe që të vinte ai që s'njohin në provokat popullit dhe të rrushpën fund, por edhe ai zemrën kur ka ardhe ka një relacion. Por te relacioneve që ka bërë vetë ministeri, unë i kam lexuar një hale. Dhe vërtet është një hale, por udhëshën ato video që edhe njerëzit e Lushnjës dilin protestë për atë spital dhe kjo është gjë më e bukur që më ka pëlqyer për diçka jashtë politikës, jashtë unë s'fola në atë protestë. E konsiderova si një qytetar i Lushnjës që ngrita shqetësimin e tyre, pastaj lash të gjithë smurëvet aty që përjetonin dhe që kishin kaluar momente shumë të vështira në ato ambiente, për të thënë që ja se s'kesh realiteti. Pra, ma besoni, ka rritur një sensibilitet shumë të madh, nuk quhen online këto të mia, ose ja transmetoj të poshtë në plerave në parlament, por videot transmetojnë problematikë reale dhe si është problematika në teren. Pra nëse pushtetarë zgjedhin dalin me një fermer që heqin një për të parë shëlqin të burr, nxjerr fermer, të cilët shkretët janë kalbur shkëlqinar, pa Karkaleci që kanë mbyt Mizëqena, kanalin që janë të gjitha pa pastruar dhe e gjithë Mizëqenia është dramësh me kanale pa pastruar, pa rrugë parcela është pastruar, energji elektrike skandaloze, vujitja është mandat mos o zot dhe gjendja e qendrave rajonale ose punësitë administrative ish komunat e sot, njësi administrative apo rajoneve të qytetit që shërbehet si para luftës, që para vite 90, me të njëjtën pllaka, me të njëjtën infrastrukturë, me myr, nuk e di ç'është shërbim nuk mund të qytet aty sepse aty vetëm kafshët më hyn, njerëzit hyn vetëm nga halli kur i vetë lakun fyt, sepse nuk mundet të ofrosh një shërbim qytetar për te buskuqit që bëjnë qofte, rakie, birra mes qytetit, pjesa tjetër është e kalme. Mjaft, por njerëzit e dëshirojnë që atë që shkelin putit me këmbë, të është në dispozicion apo gjendjen e plerave që digjen mes Lushnjës, apo fushave të Mizëqes, ja kam transmetuar, kam shkuar vetë plerat mes plerave, do të transmetoj mal me plera që është në gjendje me qendrët, kam një pamje nga incineratori fjetë, në mënyra se shkuan atje, apo mënyra kafshërore që të presat e njerëzve që të mbyllën si bandë kriminale. Kështu që ma besoni e gjithë Mizëqeja është në krahmat e fundit, pse them këtë, sepse është një zonë punëtore, një zonë që ka mundësi të mbijë, por pa e kthyer kokën, nga ata njerëz që u mbytën gjatë ditorit i kam qenë krah tyre në momentet që mbyllën, por më tepër se aq
dhe të rrisë institucion nuk bezëm tepër, edhe pota njerëz sot mas 6 apo 8 muajsh nuk kanë akoma një dëmshpërblim apo të ofrohet diçka. Pra vetëm prralla në kuadrin e prralla ka marrë institucione thënë që çka do të dëmshpërblim, sa për të kaluar situatën dhe sot ndodhemi në muajin gusht dhe s'kemi asgjë. E qartë. Mirë po, zoti Korreshi, ditët e fundit ju keni shkuar përtej institucioneve, përtej instancave politike, do thoja. Jeni ndalur edhe tek investitorët privat, sikurse keni përmendur emrin e zotit Allajbeu. Keni gjë personale me të, apo ka diçka që doni ta nxirrni e ta bëni publike? Një nga gjërat e thash dhe pak më herë, një nga gjërat që më shqetëson më shumë dhe që është makute për mua është shërbimi i dializës. Pra janë mbi 70 persona nga qyteti Lushnjës. E kam thënë disa herë, e kam rithënë disa herë, kemi dalë në protestë dhe kam thënë vetë ata që kanë marrin të shërbim, se herë nuk e marrin për shkak se pajisja apo për shkak mungesës ujit, nuk e çan kokën një jetë dhe i kthen mbrapsht njerëz. Që duhet marrin ta shërbim dhe duhet ta marrin një herë në 2 ditë. Pra ata duhet ta marrin 3 herë në javë, kështu e kanë. Vetëm një ditë mund durojnë më tepër dhe fundjavë dhe marrin 3 herë në javë. Dhe e bëjnë me turne, por unë kam lekët si shtet, dhe nuk kuptoj, ja jap privatit, nuk ke direktu se kam kontraktuar. Po pse mos ja jap 70 personave të çojnë në Lushnjë, të ofrojnë se ka pafund ambient e spitalit, të rregullojmë një ambient, një qendër atje, dhe t'i vënë dispozicion ky privati, duke ja vënë dispozicion të infrastrukturë shteti që i ka dhënë kaq miliona lek privatit, mos t'i ofroj shërbimin, po t'i bëj që pensojnë këta njerëz 15.000 lekë ditë vesh me makinë nga Lushnja Ferë, do 10 deri 15.000 lekë. E dyta do humësh gjithë ditën sepse ajo do një 4-5 orare është mirë. E treta do njëri që të shërbesë mbas asaj të vjen i lodhur kursive për kimio. Pra ka nevojë njerëzit që vijnë të shoqërohen atje, nuk mundet 2 persona nga një shtëpi, se dullet ushqen, ta dhe bukë, lën punët dhe e bën fëmijët për ka që kanë prindë bën me radhë shkë edhe për të prindërit e tyre. Në një herë fugon, me të vapë, tani me ato kushte mizerabël që ka fugonat apo mjetet tona, që mos o zot, që t'ikish deri të spitali fia, është kilometra. Pra, si mos të ofrohet? I kam bërë thirrje jo një herë, por disa herë dhe ministres, nga foltorja, nga protesta, nga spitali Lushnjës, qindra, derisa detyrohet pastaj të them me emër se kush është personi që ka përfituar, edhe me thrit dhe me i thënë, po bos, le pra një shampanjë papir dhe ofroj këtyre, sepse një shampanjë atyre është ajo që ka mund t'i ofroj këtë vetëve. Pra një ambient me huapërtorje se ka pa fund që rinë kodë spitali Lushnjës, për që dunë vetëm një suatim dhe një investim minimal që se ka problema për leket që merë nga shërbimi dializës, dhe të sjellë 3 infermierë më burë të tjera t'i kontraktoj, atje që mos rrinë me turne të shperat para ditë mas ditë, t'i heqi të shtatë edhe sepse disa vend Fierë, disa vend në Durrës, disa vend Berat, lushnjarë të shkret. E kupton tani ku është situatë? Pse më do t'ikim këta lushnjarë si të shpërndahen si kafsh? A nuk janë njerëz, a nuk janë një shërbim që ofron ky shtet shqiptar me të njëjta kushte që do t'i ofrojë të gjithëve? Pse më vëlla duhet t'ikim këta me 10 kilometra edhe mos ta marrin shërbim? Po e njëjtë person duhet ta marrë aty në Lushnjë, duhet ta japin Lushnjë. Se duhet ta marrin Lushnjë, se janë njerëz. Dhe Lushnjë ka 250.000 banorë bashkë me Divjakën, sepse tu përfshiva edhe Divjakës me që kanë për këtë rikonceptimin ala pak të ri këta që nuk shko, por që ka filluar dhe një rrymë rrete me dy bashkive që nuk duhet ndodhi, por ja që shteti po i ofron ose si nuk i ofron këtë shërbim. Tani unë këto më dhimbse, sepse na kanë ikë gjitha institucione, pse mos vërtas? Po pse mos vërtas kundër Karakazja ministri, kundër Belindës që është drejtuese Qako dhe të tjerë me radhë, kur këta ka mendë vetë po të vjedh. Tu s'ke drejtori, s'ke prefekturë, s'ke qendër qarku, nuk ke një drejtori qendrore, i kanë gjitha on Fierë, on Berat, on Vlorë, nuk ka asgjë Lushnjë. Edhe bordë e kullimit që kanalet janë me mira në Lushnjë s'ka. Tu s'ka asgjë.
ku do ta marrim një shërbim? Targa patenta ndek, gjithë, por nuk ka vetë futi shërbim të para 3 muaj, ka futi shërbimin tek person që më dai normën 2, të dish bëlan. Pjesa tjetër do vesh ta marrësh tatimet janë atje, AKU-ja është atje, mjedisja është atje, pra çdo lloj shërbimi qendror rang qarku ti nuk e ke. Pra lushnja, edhe pse po ta marrësh nga numri popullsisht është më shumë e madhe, bashkë me Divjak më shumë se 6 apo 7 qarqe të tjerë të Republikës së Shqipërisë, nuk ka këto shërbime. Dhe kjo i hoqi gjykata dhe prokurim. Po pse mos bërtasim? Nuk ka shërbim, është rrit kosto qytetarëve të Krushës. Nuk ofrohet shërbim, asnjë lloj qendre apo vendori. Dhe ju e keni parë vendore se çfarë shërbime janë. Vlera kazanët mbushur plot, kanalet pa pastru, rrugët mos o zot mandat, pa shtru, pa bërë. Po çfarë do thosh? Megjithatë, zoti Korreshi, unë mendoja të kundërtën, mendoja që lushnja kishte bërë hapa përpara, kishte një administratë lokale të mirë zgjedhur, persona jo vetëm me integritet, por mbi të gjitha me dinjitet që u përgjigjen qytetarëve të saj, sepse jo më kot mazhoranca po mendon që tani më t'i atashoj edhe banorët e bashkisë së Divjakës, në mënyrë që ky shërbim ndoshta mbreslënës t'u jepet edhe atyre dhe gjithkush pastaj të jetë i lumtur që ai që quhet hambari i myzeqes të marrë më në fund edhe meritat për një punë kolosale që bën edhe të ardhurat që i çon buxhetit të shtetit. Ju më thoni të kundërtën, kë duhet besoj? Jo ti beso këtë dush, unë jap fakte, ti pastaj beso prallët, sepse shiko, ka një gjë këtu në Shqipëri, kur gënjeshtra sa më madhe gënjeshtra, aq më besueshme bëhet. Këtë nuk arrit. Më thënë ti, unë kam kolegë të mirë ose deputet të tjerë që thonë mos gjoni prallët e opozitës. Por unë jam atje të rrem, por dhroku është, ti do prallë. Ore hajde këtu me mu shkele. Është kjo, a është lushje kjo po. Ku është pralla këtu? Jo, po ti beson syve tu, do të e bëlla vetë mia. Pra, edhe kjo pjesa jote. Tani, o do t'i besosh syve, o do t'i besosh llafeve tona. Më thënë, kjo është çështje pas preferencë. Në qoftë se dikush, kur unë them është kështu dhe ja realiteti, zyrat e shtetit në këtë kalibër, dhe zyrat e shtetit i ke parë vitet e fundit, po është ajo pëses që aty është bën pasaportë. Një aplikim pasaportë dhe kartë identiteti. Gjendja civile e qytetit gjitha lajë. 2, edhe njësia administrative 3, semra e qytetit. Pra ka akoma ato lëngë dhe zyrat e pësesat, një zyrë, edhe halet publike, gjitha me vend. Pra, dhe aty është ajo madhe pse ka një vit që ka marruar zgjedhjet, vazhdon që ndroj ajo 5 me 7. Pra është në kundërshtim dhe me udhëzimin numër 6 2001 dhe me kodin zgjedhor, që thotë shërbejnë vetëm 35 ditë fushatë sektorale, më pas pushteti lokal, policia bashkiake duhet të heqë. Nga pëtë e hoqin ata, vetëm se kanë heqë. Çfarë duhet të them? Kur ajo është për figurë, ditë, dhe transmetohet sot, shkojmë në të dy atje, se kanë heqë prapë. Dhe shi, i shkruajt e kam qurë mesazh shokut Celibashit, ku i kam thënë, o bos, a shkon kjo më rrokull këtu? Celibashi çfarë po, deputeti PS-s ka qenë, çfarë bëj? A do të me heqë ai, heqë do të amanari, heqë foton Belindës, apo vdesi fare, di bien fare. Kjo është që nuk është se nuk por nuk është kjo. Nuk është kjo, zoti Korreshi, sepse po ju ndiqja në atë tubimin që bën qytetarët e Divjakës kundër këtij propozimi të mazhorancës dhe teksa ju morët fjalën, thatë gjën që keni thënë edhe në kuvend, nuk është puna se po e thoni vetëm përpara atyre qytetarëve, pash edhe kryebashkiakun e Divjakës, atë që deri më dje ishte entuziast se në Divjak haheshin 12 milion domate, 12 milion kastraveca e kështu me radhë, që të ishte i pakënaqur nga një zhvillim i tillë. Të paktën nga shoqëria me Erjon Braçen, një gjë duhet ta kishte mësuar, se çfarë e priste popullin që ai përfaqësonte apo jo. Unë shpresoj që mos jetë kosto bëjnë një natë Erjon Braçes, kjo punë që t'i heqim dhe Divjak. E besoj, më thënë, inshallah se është kështu se gjunat kjo i gjë e tillë, po Sifi do t'i ketë hangur ato sallator, edhe masi, domethënë, thot kryetari i bashkisë Divjakës, që është në pushtet, thot mrasi bën mu,
ti që jetë të kun fare, se qa mund t'jesh tani. Dhe ju e pa dëgjoni që se unë kam zjerë paca dije kam zjerë në rrjetet sociale fragment nga fjalimi, sepse pash që asnjë media nuk e kishte nxjerrë. Po duhet çike çuditshme, sepse gjatë fjalës së atij ka përdorur një term që ne nuk bashkojmë me ushnjë. Nuk e ka fal lushnjarët atij. E kupton? Edhe as unë si opozit, po asnjë lushnjar i majt apo i djathtë qoftë, nuk ja ka fajin sepse qeveria aty me krye babën dhe Belindën apo me ta bashkë kanë bërë këtë me gjithë ata të tjetrin çash ai Mazniku kanë bërë këtë projekt dhe se ka mendes se kanë fare sifin. Nuk është faj lushnjës dhe nuk e pse linçon ushnja apo të thush që Divjaka 1400 në ishte lushja nuk ekziston. Ka pralla pastaj se lushja është lushja kongresi. Ku ishte lushja kongresit çaj ishte Divjaka pinga dhe sherës, pra flasim kështu, jo nuk shkon. Ata vëllezërit tanë miq tanë. Janë me shpirt ta them, kemi miq, kemi krushire, kemi stira, kemi qenë po pa 30 vjetësh asnjë prej nesh nuk e mban mend që kemi qenë bashkë. Do dhe si thoshte kryetaria e lushjes që nga Divjaka lushjes, as thot asnjë se thot nga Divjaka lushjes. Kush e thot nga Divjaka? Nuk ka shans, sepse nuk ka njeri që nuk e njeh Divjakën për Divjak dhe njoh ka për Divjakën e lushjes. Se s'ka Divjak tjetër. Ku? Apo Kënet Karavastaj që përvajson, son atje lagurën më të bukur, një nga lagurat më të bukura. Kush? Ore, ja si njeh Divjaka lushjes? Se thot Divjaka lushjes? Jo, unë kam pasur fatin me qenë se kam lindur pranë aty, ti njoh në të dyja versionet, edhe kur ishte pjesë e lushnjës edhe kur doli pastaj bashkimi vetë. vetë. Ajo është në vitin 94-95, dakor? Ato vite. 94-95 unë kam qenë 13 vjeç. Ka pas një lloj çlirimi, një lloj zhvillimi, po të shikosh Divjaka, më thënë të imagjinon ti lushnja, ti hedhi dhe sy Divjakës që të bëj, unë prandaj thash edhe ajo që kam publikuar, imagjino këta dy që linçun një tjetrin, po bëhet një nga këta përfaqësuesit e dyve që ti bëj tjetrës dhe arrënojnë, sepse nuk shkon me investim për gjithë ato të ardhura që grumullon dhe Divjaka vetë, ti ka lënë për investim për vetë. Ore, e diti si janë një këto bashkitë tu gati 67% shkojnë ama më shumë se 67%, deri 75%, bashkë me ato naftë, ato bestafkollare që kanë ato shërbimet, 75-78% e buxhetit pra shkon për rrogë. Këta 4 nga 22 milion euro, 4 milion euro kanë për investime. Pjesë tjetër e kanë për shërbime, naftë, letër, fotokopje, pllaka edhe rroga, patronazhim. Prandaj që ka dështur, por nëse kanë dështur në thelb, është pikërisht ky centralizimi sepse njësitë administrative sot ish komunat, që janë njësitë administrative sot, kanë më shumë punëtorë se kanë pas komunat, të cilat japin 100% shërbime që ofron sot bashkia, dhe nuk ofron sot njësitë administrative shërbim që ofron komunat tjetër. Dhe do një person, ishim e pak veta, 18 veta. Do një gjë aty që ishte shumë e bukur. Pra për të paktën ishte edhe pesha specifike e qytetarëve, ishte më shumë rëndes te kryetari i komunës. Pse? Sepse sot ata 10 veta që duan të dëgjojnë zëri, kryetari i komunës i kishte, do t'ia plotësonte me SSB-n për një arsye të vetme se i donte votat dhe kishte pesh vota aty se zgjidhet në kuadër më të vogël. Sot do të hapësir punë e madhe se ngeli fshat apo një njësi administrative apo prek, se fiton një njësi tjetër e dy fish. Se kjo është llogaria. Pra, nëse ne ecim me bën llogari elektorale, nuk kemi arritur asgjë. E rëndësishme kjo është ajo që ne nuk hyjmë për 2015, reforma që bën 2015 ka dy momente. Momenti i parë ishte anë reduktimi anës ekonomike e shpenzimeve, gjë të cilat nuk kanë ndodhur. E dyta, ulja e punësuarve nuk ka ndodhur, është fishuar. Dhe treta është shërbimi, është reduktuar dhënia e shërbimit. Pra dhe koncepti që këtu në Shqipëri akoma jemi pak në mesjet, ne duam të takojmë drejt për drejt, se duke mos marrë shërbim nga të paaftët, nga patronazhistët që janë futur në Ministrinë Administrative, do të takojmë atë të gjejmë zgjidhje nga e madhe, amana e bëj këtë punë, ti gjë apo s'gjë e madhe. Pra mënyra konceptit, e para do të jetë shërbimi, se nëse ti nuk shërbim pastrimi, koshat janë plot, duhet mua e bën qendër lushjes ti, ku ke gjithë lushën amulli. Nëse ti këto në fshat lushës dhe ty mos gjithë fshatin, po çka ke bërë ti? Pse ata ti çaj, janë quhen fshatarë ata, se ti erdhe në qytet, do të quhet qytetarë dhe ata janë fshatarë. Po ka turp më të madh kjo?
Pra, në qoftë se do ta konsiderojmë gjithë bashkinë si ai që është në fund kanalit atje në shtëpinë, shtylla e fundit, dhe ai që është në fillim të çatet parë, duhet marrë një shërbim njësoj, ose duhet përpiqemi që aty t'ia çojmë shërbimin njësoj si të tjerë me kalimin, atë kemi një projekt. Por ne shkojmë me i fshat sot, sa fillon të shtëpia kryetarit PD-s ndaron të asfalt. Tha urdhëro hajde këtu, tha mu, jashtë shtëpia im kryetari PD-s, fshati Murris ndalon të asfalt. Ka sens kjo? Edhe gjithë fshati mas shtëpisë atje, damu, komplet unaza pa si me sjell. Pra, ne nuk mund të themi që shërbimi i përket vetëm socialistëve se kanë fituar të bashkinë, pra nëse kryetari i bashkisë futet me koncepti që unë do t'i ofroj, pra nuk mund të hynë punë vetëm komunistët, ata kanë nevojë për njerëz dhe për njerëz të aftë, për arkitekt, për urbanist, për inxhinier ndërtimi, e ku diun për hidro, inxhinier hidro e tjerë me radhë. Ta po nuk që patronazhis, po nuk ju fale këtyre, po nuk vajte mbledhje nga njerëz të ndarë, nuk bësh dot pjesë e sistemit dhe prandaj pjesa lëngon pjesa e administrimit lokal, pikërisht se trajtohet si vend pune. Pra, e vetme gjë që duan njerëzit sot është marrin 500.000 lekë shrok, po pigjet, ferrat, e ku diu mos pastrohet rrugë, mos ofrohet shërbim, vetëm marrin një rrogë. Po nuk do të shkohet me këtë koncept. Dhe pastaj vinë amanat keqe, si do më heqin nga puna më, më jep edhe këtë radhë vogël, si do më heqin do vinë ata tjetër. Pra, ky koncept duhet përfundoj. Dhe sa më shumë zgjati ky lloj sistemi, kjo lloj, aq më tepër çmenduri do të jetë, sepse do të brinjoset dhe këta do duket si ure kanë shpinën e vet. Prandaj duhet një rotacion. Njerëzit që nuk shkojnë fare punë, ka njerëz që nuk shkojnë prej vitesh punë, nuk e din ku marrin lekët, vetëm i tërheqin fundmuaj, si janë ta super patronazhistët, marrin ndihmë këto kempet e tjera, ca njerëz që nuk e shkojnë gjithë ditën kafe të japin mend për politikën, ndërkohë që allëgjin që i mbajnë familjar të lidhur çka të militar, tek arritja nuk marrin, pra kjo dhe shumë gjëra të tjera nuk shkon. Prandaj që këta konceptin e kanë që jemi PD apo PS, dhe kjo bëndarin që nëse mund të fillosh punë ose jo. Me sa duket zoti Korreshi, te këta persona nuk listohen vetëm socialistët, janë edhe demokratët që duket se po i shijon fakti ose ndoshta kanë humbur shpresat që demokratët do mund të vinë në pushtet dhe t'u japin ata këtë rrogë. Por nisur nga kjo, unë dua të dalë te ajo pjesa tjetër. Fakti që ju e bëni këtë aktivitet, keni marrë mirënjohje, popularitet akoma më tepër. Ndoshta nuk po ndihmoni mjaftueshëm në rritjen e demokracisë në vend. Pse e them këtë? A mund t'ju a bëj personalisht një korrigjim a këshill që ndoshta e keni bërë një hap gabim, sikur si ishte gara për instancat e brendshme, kandidimi juaj për një post që as u angazhuat për ta pasur, por duket më shumë sikur u futët për të legjitimuar zgjedhjen e zotit Noka në krye të partisë. Pse? E para një të falenderoj për këshillin. Kam pas patjetër këshilla mendime, gjykime. Me siguri që po. Absolutisht. Por ma besoj një gjë tjetër. Unë i besoj pak instiktit. S'pari njerë, është vërtet, duket si mos angazhim nga ana ime, sepse realisht dhe bërja publike se kush do të kandidojë ka qenë në një afat shumë të shkurtër. Për të evituar këtë pjesën e lobimit dhe të përçarjes ose të thellimit garës e garat e desjell. Ne jemi akoma në garë kur hym e shikojmë si një garë edhe të shkurtër pjesa. Pra, nuk flasim në atë tjetër që kemi përballë se u fitoi ose njerëzit që votuan atë tjetrin janë armiqtë. Por desa do të fitojmë konceptin që brenda Partisë Demokratike ose brenda instancave tona edhe do të pranojmë dhe humbim. Dakor? E para kjo. E dyta, a e dia unë që përballë Flamur-Nokës do fitoja, me të thënë drejtën, duke qenë se nuk e njihja mirë sepse ishte fillim konstituimi, nuk e njihja mirë edhe Këshillin Kombëtar. Patjetër që një lloj të tillë minusje kisha, dhe patjetër që nuk hyra me bindje që fiton. Po, a kemi thënë, keni thënë gjatë gjithë kohës, do ta them dhe unë kështu miqësore, shoqërore, mos pa të ofenduar, na keni çat rasat
Ta thash sipas përfitimit që nuk e marr as pak për. Jo, e prandaj ta thash në fillim pra duke qenë se pse nuk kandiduan. Atëherë, ne patëm një mos kandidim tek Sali Berisha apo jo. Dhe të gjithë thonë, "Ore, pse s'doli njëri nga ju ta sfidoj?" Jo, natyrshëm pyetja që do pasonte kjo ishte, pse nuk kandiduat përballë Sali Berishës, por kandiduat përballë Flamur Nokës? Sepse shikoj vetëm pasqyrë, unë drejt i beja dy llogari. Ka një gjend politik. Ndoshta ka momente, unë kam aplikuar dhe ku kam qenë student, por të parë se si shkonte provimi dhe kur përgatitja nuk ishte maksimale për një provim të caktuar, shikoj edhe pak me hile se çfarë pyetësh bënte profesori dhe si trajtohesh, ishin 3 komisione atëherë në Rom. Dhe kishte raste patjetër që ora se pranoja notën ose nuk e kaloj provim, por ama kisha një lloj të dje se ku përqendroheshin me pyetjet në provim, në mënyrë që të kërkojë një esencë, filloj nga aty dhe bëj ato të tjera periferike. E njëjtë gjë edhe këtu. Robi provon se sa vlen brenda Partisë Demokratike. Dhe sa ka vlejtur e gjithë kjo që unë kam bërë gjatë gjithë kësaj kohë. Dhe ma beso, te një këshill kombëtar që unë nuk e ndjej pjesën sikur të kam vendosur apo të kemi investuar unë të këshill kombëtar. Atëherë që Flamuri është shumë hapa më përpara me ta, sepse është personi ku ata derën se është de facto numri 2 i Partisë Demokratike. Pra, ka një lloj takimi, një lloj, po di unë, në të mirën apo në të keq, ka një lloj afrimiteti shumë të madh me këshillin kombëtar sa mua, për shkak se lidhen shumë gjëra me të dhe për shkak se të gjithë angazhimin brenda partisë politike ka ai. Pra, në një farë mënyrë ata kanë kontaktin direkt me të. Dhe por ka dhe një gjë të keqe që një njeri si unë, për 2 orë mund dilte dhe shumë më keq se sa doli. Çfarë pashëm në pozitivitet? Robi, kur hyn në një parti politike, nuk hyn vetëm për ushtar. Dakor? Patjetër, ka ambicie politike. Dhe dyta, a mendoja unë se mund të bëja për sekretar? Në gjykimin tim thash pse jo. Por hajde të provoj një herë se sa më vlen lëkura për të parë nëse a më vlerësojnë dhe të tjerët për të pasur një rol të tillë apo duhet të rri vetëm deputeti thjesht. Sepse unë nuk kërkova që ty në kryesi, nuk kërkova të hyj pjesë e garës së grupeve të tjera, i thash që unë nuk duhet të bëhem pjesë e garës, duhet të rri akoma të rritem potencialisht atje ku kam zgjedhur, sepse kam zgjedhur të jetoj aty poshtë, në Lushi. Dhe është një gjë që bëj me qejf, jetesën këtu kam zgjedhje jo nga ana politike, por zgjedhje që kam pas bërë edhe më parë. Dhe kjo më bëra atë që mos më fusti kuata nga Tirana dhe nuk merrem me të garuar për këshill kombëtar jemi automatikisht po për kryesi. Pra, Robi provon ku shkon dhe pata një lloj bon sensi nga këshilli kombëtar. Gjëja pastaj që mua më shijoi më tepër dhe që unë mundova ta shikoj gotën gjysmë plot tek pjesa ime ishte mesazhet në rrjetet sociale. Pa fund një mbështetje që as nuk kam pritur, as nuk e kam nuk e kam imagjinuar as në ditët kur Robi ka pasur ndërronë gjë që këtë gjë madhe kur të thresin gjithë stadiumin Meritat. Pra ideja në koncept që kam los futboll dhe kjo që kushtoi gol në bërtisë të gjithë Meritat, për shembull, kjo është ëndra e patjetër, por ata nuk përktheheshin në vota zoti Korreshi. Domethënë ekziston kjo. Unë ju a thash, ju e keni marrë 10-ën me yll përpara atyre që ju shohin si deputet. Po ama është një fitore morale për mua. Unë nuk përdorem, kam beso, edhe deklarata para gazetarëve kam thënë kam hyrë me konsciencë plot. Nuk qurravitem, më fal edhe për këtë term, por ne nga zona e themi, nuk qurravitem që të them jo po ishte një orë kështu, sepse unë isha vetëdijshëm se sa ishte 2 apo 3, kur janë njoftuar gjithë janë njoftuar dhe unë. Ndoshta unë në ndryshim nga tjetër kam pasur surprizë tjetër sepse duke mos kërkuar një gjë të tillë, nuk e kam parë, por e kam parë si vlerësim që kryetari i Partisë Demokratike ka bërë propozimin e emrit tim për të kandiduar përballë Flamur Nokës. Dhe këtë kam parë një si vlerësim dhe për të provuar veten, me idenë që patjetër nuk kam pas atë iluzioni që do fitoj sepse më pyetën kolegët këtu që ore platforma. Meqense ne shkuam përtej parashikimit në lidhje me kohën që kishim vënë në dispozicion, dua të ndalemi së fundmi shumë shkurt
tek protesta. Unë nuk dua të ndalem tek ju si person, por tek ju si Parti Demokratike në këtë rast. Sepse ndryshe nga ju që keni qenë atë bulevard, keni shpërndar video të prezencës tuaj dhe të njerëzve që protestojnë, nga ana e Partisë Demokratike, ndonse ka qenë e dyzuar në fillim, mbështetëse në fund, nuk kam parë një hap konkret. Dhe hap konkret, unë nënkuptoj që ata persona që ju i mblidhnit, i thërrisnit për qenë në bulevard për të mbështetur protestën tuaj, kauzën tuaj, që duket se është e njëjta kauzë, pavarësisht derivateve të vogla ku thon Berisha Burg, e për të cilën e kemi diskutuar që nuk është e momenti ta përsërisim, automatikisht pyes, ju si demokrat, sot që e shikoni protestën në ato kushte në bulevard, por që ende qëndron, dhe kjo ndoshta është lajmi më i mirë i kësaj proteste, kur shikonit qytetarët që përballeshin përpara kuvendit me forcat e policisë për të mbrojtur të drejtën, kauzat e gjithçka që ju përfaqësoni brenda sallës së parlamentit dhe nuk ngritët telefonin të thristit minimumi 10 mbështetës tuaj që të shkonin edhe të grumbulloheshin bashkë me ata. A ndjeni fajtor që nuk keni bërë mjaftueshëm për ta mbajtur gjallë shpirtin, frymën e kësaj proteste? Atëherë, unë them që konstatimi i juaj është pjesërisht i pasaktën. Ka nëse më ke parë mua bulevard, unë kam qenë gjithmonë me 10 apo 15 çuna. Patjetër. Prandaj thash, nuk është personale, kjo është për Partinë Demokratike më shumë. Kjo s'kishte lidhje, nisa nga kjo për Partinë. Po. Atëherë po të flas me fjalët që ka dalë nga kryetari i grupit, më thënë kryetari i partisë dhe vendimi përbashkët i grupit parlamentar. Partia Demokratike është në mbështetje të plotë dhe pa kufishme ndaj protestës pare. I është bërë thirrje çdo deputet kryetar dhe për të angazhuar maksimalisht të gjithë demokratët, gjithë ata që kanë mbi 14 vite tashmë, ose 14 vite që janë opozitë për të qenë prezent bashkë me protestuesit të qytetarë thjesht që nuk janë të angazhuar politikisht. Ka qenë thirrje dhe takimet një pas njëshme, po ashtu kanë qenë takimet me Këshillin Kombëtar. Në mënyrë absolute, kryetari i Partisë Demokratike dhe grupi parlamentar nuk ka dashur të privatizojë këtë protestë qytetare. Po, por mund shkonit aty pa flamuj, nuk është nevoja. Pikërisht po kemi shkurt pafund njerëz ma beso, një kaq shumë demokrat ose njerëz që takoj sepse unë kam një pozicion që e bëj dhe me lushnjarët, më dhe gjithë lushnja. Ne jemi akoma të koncepti jon i shkallës e gjithë lushnja rrini në fundin e të dy kullave pinjake. Dhe aty takojmë shpesh dhe vinë e gjejmë vetëm njëri tjetrin se e kemi marrë si tokë pa tapi, po tokë babi, dhe që kemi 13-14 vite që rrim aty. Dhe kjo pjesë na bën të shikojmë edhe njerëz të tjerë, po edhe qyteteve të tjerë që janë aty vërtet. Ma besoj që të gjithë protestat që kam qenë, dhe ka qenë mbi 15 apo 16 protesta, ndoshta edhe më shumë, ka qenë dhe ma besoj janë shumë fytyra, më fal që po të them, po shumë individ, njerëz, cilë unë kam tjetë që i shonë në protest, pra kësem njëm në shenjë pejorativ të gjithës, por njerëz që unë takoj prej vitesh aty. Pra që janë demokrat, apo jo demokrat, por të angazhuar në protesta sistematikisht. Dhe fjalëve, ndonjëherë do të se kanë parimin demokratë dhe kanë Ramanburg, Belindaburg. Ndryshe ka se dëgjojmë dhe pse. Ne kemi të tillë sepse ka me 10 apo me 100 demokratë. Ma beso. Nuk vjen tjetër ai që ka protestuar 14 vite, vjen prapë me dëshirë. Ma beso këtë se nuk vjen, nuk çon 1.000 lekë protestë. Kështu që gjithë ata që kanë dhe kanë me qef, bile një pjesë u bë edhe një trend kaq kohë, besoj se do ketë një vrull të jashtëzakonshëm shtator. Tani jemi të angazhuar pjesërisht me protestat lokale sepse ma kanë kërkuar, e ndjej më tepër se ma kanë kërkuar që të jem krahas banorëve të Divjakës, sepse ka marrë me 100 vota Partia Demokratike, me mira vota atje. Kështu që në farë mënyrë jam përkthyer në mandatin tim, kështu që jam përtej asaj që ndjej i detyruar moralisht, por edhe për shkak të asaj që dorës që kanë shtrënguar dhe fjalës që kam thënë që do të jem
krah tyre të jem me banorët e Livjakës, ku jo më larg se çdo ditë apo se sot, kryetari i Partisë Demokratike i Livjakë ka bërë thirrje prapë për të disa të herë në Facebook-un e tij, që ne duhet të jemi shesh pavarësisht, sepse ka atë që pse ta marri Sifi, pse të jetë Sifi, pse të jetë ky. Fola dhe Sifi foli në protestën e parë dhe unë fola. Dhe ju keni parë në fjalimin tim nëse keni ndjekur që kam pas një bon sens nga qytetarë, sepse përtej asaj që unë jam politikan i djallë, pra i përkas të binde që forcë opozitare, fjalimi im nuk ka qenë të jap faj dikujt apo tjetër, por të jem në mbështetjen plot dhe votës, ti jap votën, pra ti garantoj votën time kundër ndarjes dhe krahas dëshirës tyre, pra pro dëshirës tyre për të qëndruar bashkë me vete. Kjo është qëllimi që do të keni deputet, sepse ne do të kemi surrat më përballë në zgjedhjet e ardhshme në shpejti lokale me njerëzit dhe pastaj do parlamentare, po të paktën të vemi me surrate për fytyrën, për të thonë, që aty njerëz do të them që kjo është mundësia ime, kaq pa unë me gjithë forcën time votova krahas asaj që dua. Pra, dhe në sheshën Tiranë, në një formë tani urdhë, po ta quaj urdhë, të shqirë vendimarrje gjithë grupet parlamentare, këshillë kombëtare, të gjithë degëve ka qenë të gjithë njerëzit angazhim dhe mbledhje sistematike në degë për të inkurajuar njerëzit të shkojnë protestë. Vetëm ma besojnë dhe një gjë tjetër. Absolutisht gushti ju e dini që ne s'bë pak tempin për shkak se të gjithë kanë të ne hallë që në Kalamau, ose për shkak të punëve që rëndohen, apo për shumë angazhime të tjera, them një gjë tjetër, qytetet e kanë pak më të vështirë shkorin të janë për ditë dhe për efekt në ekonomisë ka vajtë 2200 lekë nafta. Dhe ka njerëzit, sidomos demokratë kanë 14 vite që i kanë mbyllur dera surrat dhe i kanë braktisur, pra demokratët ka 14 vite që protestojnë për lekë kanë marrë këtyre më pesoftë. Ato 10.000 lekë që mund të japi një pjesë në Coca-Cola për të dalë në mundësi me fëmijën e vet, që nuk e ka. E bën bilet për të ardhur në Tiranë. Dhe kjo është vlera më e madhe që kanë jo vetëm demokratët, por tërësi opozitarë, sepse por falenderoj ata që janë dhe pa partia atje, që kanë bërë të mundën mbajtjen gjallë të kësaj, në farë mënyrë dhe kanë tërhequr, janë bërë atraktiv dhe atë çka 14 vjet ne kemi denoncuar si forcë opozitare, këta i kanë vënë vulën dhe kanë legjitimuar gjithë ato që ka bërë për 14 vite, por një fuqi që ka pas kjo protestë popullore, realisht ka pas ndikim të jashtëzakonshëm në takimet që ne kemi pas në Strasburg dhe Bruxelles. Pra një impakt të jashtëzakonshëm dhe interes të jashtëzakonshëm për tyre, ku kanë besuar që përtej asaj që mund të quhen si retorikë politike ose pjesën që një parti opozitare do të vijë vetëm prandaj për llam, e ka vërtetuar fakti që ky protestë po ka përmendur një hond të jashtëzakonshëm. E qartë. Faleminderit zoti Korreshi që ishit sonte me ne, po ju lënë aktivitetin tuaj në vazhdim, donse është edhe vonë në këtë moment. Faleminderit edhe një herë. Respekt i mirë, shëndet. Faleminderit juve që na ndoqët. Ju kujtoj të ndiqni pik në të gjitha rrjetet sociale përveç se kanalit tonë në YouTube. Bashk, mirupafshim nesër.